Sa knaci na dje kur qohem, shpirti qefin nuk e mshet. Kur në rrug me njerës takohem, tam përshnesin si ke njet. Të dashur ardashës shkodranë, juftojmë me datën 21 qershor, ditën e shtunë, ora 20:30. Në sheshin para bashkisë Shkodër do të mbahet koncerti recitali këngëtarit të mirënjohur Bujar Qamili Nderi i Kombit. Ftuar janë këngëtarët Shkëlzeni Tishi Xeni. Miqtë e mi të dashur, me 21 qershor në ora 20:30 para bashkisë në Shkodër, miku im Bujar Qamili ka organizu koncert recital. Do jem edhe unë pjesë e këtij koncerti. Së bashku me Bujarin dhe të ftuarit tjerë, do t'ju disponojmë, do ju argëtojmë me muzikën tonë. Shihemi në Shkodër. Mateus Froku. Hej, përshëndetje që të gjithëve nga unë Mateus Froku. Data po afron dhe unë kam kënaqësinë që në datën 21 qershor të jem i ftuar në koncertin recital të Bujar Qamilit. E di që ajo na do të jetë festë e madhe për Shkodrën, kështu që ju presim që të gjithëve në sheshin përpara bashkisë për të festuar gjithë bashk me ikonën e muzikës shkodrane dhe gjithë shqiptare Bujar Qamili. Artiola Toska. Përshëndetje publikut shkodran. Ju bëjmë dije që në datën 21, domethënë të shtunën, në orën 20:30, ju mirëpresim të gjithëve në sheshin përpara bashkisë, ku do organizohet koncerti madhështor i mjeshtrit të madh Bujar Qamili. Shihemi atje. Ju ftojmë me datën 21 qershor, ditën e shtunë, ora 20:30. Në sheshin para bashkisë Shkodër do të mbahet koncerti recitali këngëtarit të mirënjohur Bujar Qamili Nderi i Kombit. E kam dhënë që jam Shkodran. Sponsor kryesor të koncertit recital të këngëtarit të mirënjohur Bujar Qamili Nderi i Kombit janë Shkodra Beton, Shtyp Shkronja Botimet Shkodra, Hotel Rozafa Group Shkodër, Vëllezrit Poti SHPK në Bologna, Restoranti Lionis Shëngjin, Restorant Shavi në Perval të Prizrenit, me pronar zotin Jahir Hasani, Resort Talea Coast në Tale Lezhë, Al Invest, me pronar presidentin e vëdhi zotin Alban Xhaferi, Eurosig, Siguri e standardeve europiane, Insig, i madh dhe i sigurt, United Bank of Albania, me pronar zotin Kadri Morina, Hotel Koloseu Tiranë dhe Shkodër, si dhe televizioni Blue Sky, sponsor general, Bashkia Shkodër, me iniciativën e kryetarit të bashkisë zotit Benet Beci. Jeni të ftuar familjarisht. Ju mirëpresim